Entuziazmi dhe krijimtaria shkencore ishin në qendër të vëmendjes teksa nxënës të rinj nga shkollat të ndryshme fillore prezantuan projekte inovatore, duke treguar talentin e tyre në fushën e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës. Në mesin e tyre ishte edhe një lavatriçe, e rikthyer në miniaturë, e ndërtuar me elektromotor, karton dhe ndriçues. Një shembull që tregon se si edhe gjërat e zakonshme mund të marrin jetë të re në duart e nxënësve. Këtu e kemi lavatriçën, të cilën e kemi rikthyer në një element të vogël, i cili është i ndërtuar me elektromotorin, karton, ndriçues e të tjerë, dhe kemi bërë këtu centrifugën e lavatriçës. Ky eksperiment quhet ekuilibri magnetik. Këto moneda nuk qëndrojnë pesu sepse janë të lehta, por sepse magneti mbi to i tërheq aq forca i kundërvjet forcës së gravitetit. Kur këto dy forca barazohen, krijohet ekuilibri. Në këtë ekspozitë shkencore, fëmijët prezantuar planetet dhe vulkanet e improvizuara, si dhe sapunët e krijuar në kushte shtëpie. Në seksionin e biologjisë u theksua rëndësia e sistemit kardiovaskular. Zemra ka 4 dhoma, 2 barkushe dhe 2 parabarkushe. Zemra qarkullon nëpërmes venave dhe arterjet. Detyra e venave është ta sillin gjakun në zemër, ndërsa arterjet ta sillin gjakun në tërë trupin për të oksigjenuar. Këto punime për ne kanë qenë shumë interesante dhe na kena bërë disa punime të ndryshme që mund të shihni nga këto janë planetet, vulkani, qarkun elektrik, filtrimin e ujit, strukturën e atomit dhe përgatitjen e sapuneve në kushte shtëpie. Nxënësit e klasave të nënta theksuan se pas këtij përjetimi janë frymëzuar që në të ardhmen të zgjedhin një drejtim arsimor që lidhet me shkencën dhe teknologjinë. Është e rëndësishme shkaku se gjithashtu kjo na jep një pasion dhe një ide se ku mund të shkojmë në shkollat e mesme. Po tash mendimi im më parë ka qenë se të shkoj për shembull në një shkollë të përgjithshme, si për shembull ZLM-ja që kemi, por duke pa domethënë se sa kreativ mund të jemi në shkenca dhe matematika, unë mendoj se mendimi im domethënë ka ndryshuar kompletisht dhe mund të shkoj me një shkollë ku ka të bëjë me shkencat. Mësimdhënësit vlerësuan se ky aktivitet i ndihmon nxënësit të mendojnë ndryshe, të jenë më kërkues dhe më të hapur ndaj dijes. Ekspozita shkencore e filloristëve u organizuan nga Shkolla Fillore 22 Nëntori të komunës Gazibab të Shkupit.